Të nderuar shikues, këtu jemi së bashku me Ledionin, është një nga djemt e fshatit Shënmëris, i cili është plagosur në vitin 2007 nga shpërthimi i një predhe. Ishte ora 1 rreth orës drekës, unë nisa për në luam me shokun, vate thira tek shtëpia. Në moment që i thira, plasi predha, o plagosa, aty krisa me vrap deri tek porta e shtëpisë. Me mori vllai, më çon në shtarak në Tiranë. Ndeta 1 muaj atje. Ndërkohë Ledion, plagën e ke në trup, ku je plagosur? Po, e kam në trup, të ngri dhe bluza, ta shikoni. Plaga jam e përuar, plagën e kam në trup. Kam dhe nga kemët, shenja, pastaj dola nga spitali. Shoku i më vra, so unë ngella sa ka tani, as kemp nuk marrë ma prem. Kështu si jam mjaft as për gjë. Ndërkohë si shpërtheu, domethënë ku ishte fshehur kjo predha? E kishin marrë nga poligoni shoku gabimisht, edhe plasi aty. Nga firma që prun aty, lampa plasur, gjysmë të policisë, një gjysmë aty. Prandaj ndodhi kjo.